Reperi i njohur shqiptar Azet ka reaguar pas një ngjarjeje të dyshimtë të raportuar në Düsseldorf, ku një pajisje shpërthyese dyshohet se ka shpërthyer në hyrje të një pallati apartamentesh që figuron në pronësi të tij. Media gjermane raportuan se mbrëmjen e së mërkurës një shpërthim ndodhi në një ndërtesë banimi në Düsseldorf, duke ngritur shqetësime tek banorët e zonës dhe fansat e reperit. Objektivi i incidentit dyshohet të ishte ndërtesa në pronësi të artistit me origjinë shqiptare. Menjëherë pas raportimeve, Azet zgjodhi të sqarojë situatën përmes një deklarate në Instagram, duke mohuar kategorikisht se ka qenë ai shënjestër e ndonjë atentati. Reperi shkruan: "Nuk ka pasur asnjë atentat ndaj meje, unë kam disa prona, përkatësisht banesa kolektive, i prekur ka qenë një nga këto objekte, unë vetë nuk banoj aty, ngjarja nuk ka lidhje me mua." Reperi tregoi se apartamenti ku ndodhi shpërthimi është vetëm një nga shumë pronat që ai zotëron, ndërsa ai vetë nuk jeton në atë adresë. Autoritetet gjermane ndërkohë po punojnë për të zbardhur rrethanat e incidentit. Deri tani nuk ka njoftime për persona të lënduar dhe nuk dihet ende motivi i mundshëm i shpërthimit. Në vijim mbetet që hetimet e autoriteteve gjermane të zbulojnë më shumë detaje rreth këtij incidenti